nishat e frustrimit mediatik për këtë gjë. Dy gjëra duat të kesh parasysh. Mos prit që unë të vë kujën dhe të qaj. Unë kur nuk qava kur në televizor pash se si Ilimeta tha divorcohem nga Monika Kryemadhi, mos prit që unë sot edhe kësaj dite, qoftë edhe në sallë të gjyqit, qoftë edhe përpara kamerave, të dalë dhe të qaj dhe të bëj të shtrihem dhe të bëj rolin e viktimës. Unë rolin e viktimës nuk e kam bërë dhe s'kam për ta bërë kurrë. E para, e dyta, unë jetë do ta vazhdoj Erli, sepse unë do ushqehem, do jetoj për veten time, do jetoj edhe për fëmijët e mi në radhë parë. Një bashkëpunëtor i imi, ose ish bashkëpunëtor, mund të them, në një tavolinë me burra, diskutonte për sjelljen time mediatike. E tholte, nuk e dija që ka kaqe për dalë për mua. Dhe unë i kam çuar një mesazh dhe i kam thënë, i dashur mik, unë kurv nuk bëhem, po vrasëse për fëmijët e mi bëhem. Dhe jo vetëm unë, por çdo grua